Si është e vërtetat, ka ardhur thesa për bik apo jo? Qysh numrin e parë, ti shkatrosh psikikisht aty. Okej. Është një nga pagesat më të larta që mund të kesh marrë në dasëm, Robert. Të bëjmë marr dollar. Wow. Bëre me Për tunën po. Me nanën që kum pas me kancer, edhe sjellën e saj që janë kontina. What the fuck? Hey njerëz, Hello. Keni ardhur në What the Show sërish. Si çdo të premte, ju e një dini. lule pranvere sot. Si një lule jam Vjen- bërë për të respektuar studion dhe për të respektuar mbi të gjitha të Patjetër. ftuarin. Vjen pranvera çele dhe ti oj motor. Gjithsesi, ne sot nuk kemi vetëm sepse kemi një të ftuar shumë speciale. Një emër të madh. Tani, prit deri rendis çfarë bën në jetë. Është muzikant, është instrumentist, është këngëtar, është moderator, po mbi të gjitha është një super njeri i thjesht. Dhe Është humorist. sot me ne, po patjetër Humorist humorist Kosara. Robert Berisha. Robert mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Robert, po gjithë këto gjëra si i bën, si të del koha me kaq shumë. Senin e më të rëndësishëm s'ma ke përmend. Kë? Baba? Baba po di. baba, Si po, si bon fëmit. Me sport. Me sport, ha? Po hajde ti vëm një mbiemër tjetër, çfarë të shtojmë? Ja, kur gjo. Cila është një gjë që ty të pëlqen më shumë ta bësh nga të gjitha këto që Kostiani i përmendi, Robert? Po krejt këto që i përmendet edhe palestrën e du shumë. Po prej sporteve, kam kohë ma shumë për palestrë. Edhe përveç muzikës, e kom thonë disa herë, s'kisha di çfarë profesioni tjetër, do më thonë edhe lotarin ta fitoj me miliona që ato në Amerikë që janë shumë kështu me shumë milionëshe. S'kisha di që muzikën se kisha lënë asnjëherë. Super. Po tani ti ke shpenzuar një pjesë të madhe të jetës sënde ose shpenzon goxha kohë në Amerikë. Si e sheh këtë realitetin mes Amerikës ose Kosovës, ose a do planifikoj ndonjëherë të shkëputesh komplet nga Kosova, të zhvendosesh në Amerikë? E kom mendu për pleshri kështu. Për pleshri. Janë sa shtete të mira atje si Kalifornia, shumë detshme. Për pleqni, Për pleqni. gjithë kthehen në Kosovë, në Shqipëri, ti do me kalu Ja, të e bojnë pleqnin gabimin në Amerikë. Po. E pensionin e marrin, thonë, ti jemi afër. A gjithë shoqëria dhe të familjes ndoshta kanë ndru jeta, i kthehet vetë atë pastaj. Jo, po vetëm jo, Robert, se tani duhet dikush në krah për ta kaluar pleqërin. Si ke punët me jetën sentimentale, romantike, dashurore? A ti përgjigjem story për Amerikën. Nga Amerika kalojmë tek Po. E Amerikën e kom pa para 25-6 vjetë, ndoshta kur ka qenë më mirë se tash. Se jo vetëm Amerika, të gjitha shtetet pas pandemisë nuk janë më njëjtë. Po janë ca shtete të mira atje që kisha shumë me jetu pas moshës 65 vjeçare, që nuk e kam edhe shumë larg. Dallimi Kosovë, Shqipëri, Amerikë, nuk e di. Unë po takoj tanë kohën goca dhe çuna të ri në Kosovë që janë kthy. Që janë kthyer. Po, dhe në E kam moshën- braktisur e Amerikën. kanë braktisur Amerikën, e Londrën, Kanë e këto, po. Skandinavinë. Shiko, ne duam pak kafe e mëngjesit, muhabet. Në Amerikë thuhet që jeta është shumë e shpejtë. Ë? Shumë e shpejt, edhe jeta edhe e shtrajt, Pa, krahasim dhe me Kosovë e me Shqipëri, këtu po, kur kthehen këtu i kanë shtëpitë e prindve, nuk paguajnë qira. Edhe kur dalin, thonë nuk ka shqiptar që i lën gocat me pagu. Jemi kavalierë, gentleman, ama. Ande ja shtetit e ndajnë faturën, ë? Ti mendon që duhet paguaj gjithmonë djali. Gjithmonë ka qenë kështu dhe unë jam ajo gjenerat, kështu që unë Nuk e ndryshon. Nuk e ndryshon ti. Tani Nuk shohim pyetjes të të Artemisës nuk do i bëjmë bisht. Mos i Amerikën e bëjmë morëm Vetëm vesh. amen ai kanë. Thyem. Tani me kë e pret biletën për Kosovë për ta. Unë edhe po shkova në Amerikë, shkoj për punë tash, edhe shkoj vetë edhe kthehem vetë. Po, tu e morë parasysh që jam Marakli, na e përdorin këtë fjalë, që Marakli në Kosovë, kur s'kom qenë. Thonë, E urren të jesh shëruar me vetë dikë. s'kom qef. me Nëse do vetë, më thash që po. ke qenë me bendin, do shgënjesha shumë. Jo. Ai Se po di çfarë do thot, thonjë. ai po thot që urren të jetë single. Po këtu është. Se për Amerikë bendin problem është me mos.
Se janë shumë veta, janë shumë veta. Video ta shtrejt, ka harxhime atje vetëm me një tasterist. Edhe ka muzikanta të mirë Si atje. ndihesh Robert kur shpesh herë ti e cilëtuar si Don Juan në showbizin tonë, e kupton? Si di. ndihesh që të bën ky fakt? Tash, Vetë unë- the që urren të jesh single. Nuk e di që ka mashkull, sidomos në estradë që nuk i kanë mundësit. I kemi mundësit më atleta, shëtisim shumë, njoftojmë shumë njerëz. Edhe po dole pak kështu prej lindjes Marakli, kur nuk keme konë vetë, po. E Don Juan, do më unë silla mirë, jam djali mirë, zemër mirë, jam pozitiv. Ato bien Humore pastaj kam, për edhe të. I mban si princesha. I moj si princesha. për A je ti një sugar daddy? Po, sugar daddy jo. Jo, sugar daddy nuk jam. Shqyr po ka plot, si shqyr Jo, nuk vun tregu për sugar daddy. Edhe ata du të mi kuptu. Unë s'kam pas në kohën e tyre kur është dasht me pas femna dhe lidhje, s'kam pas Dhe po e shfrytëzojnë tani. Kanë investu, edhe tash i kanë mundësit, edhe pse jo. Po mirë, atë kanë refuzuar ndonjëherë femrat ose vajzat, Robert? Po si Se jo. duke sigur e ke rrafshi thoni ju. E ke pasur gjitha ndar. Jo, ndodh shumë shpesh ndodh me të refuzu se e din përfundimin se unë s'kom mujt edhe me martesën me majt. Kanalin ndoshta edhe se i bën publike edhe duan të jenë private. Publike bon, ta spjegoj këtë punën e publike nuk është unë që i kam bo publike. Kur e ke një gocë shumë ma tre se ti, dallimi në moshë. Diferenca e moshës, Diferenca në po. moshë, 20, 22 deri 24, do më thonë, ajo, thot pse po më shef, thot ti mua, po kuptonë. Unë i kom dy goca dhe me i ndodh gocës time, gocave të mija me i ndodh ashtu, s'kishte qenë fair. Ajo është rren, është budallakia e kur thot dikush jo se më prish punë ti mu se pastaj hupi unë fansat, apo kupton po e bona lidhjen publike, nuk do më vinë gocat. Gjen justifikim. Gocat vinë për këngët e tuja për shohun tën. E vërtet. Po kupton. Edhe është shumë keq ashtu nëse nuk e bën publike. Ato e hedhin historinë në fillim të lidhjes, unë e bëj ripost se vjen keq, edhe Nuk i prish qefti. unë Po këtë isha hongër për asë. Prit. Po aktualisht Robert, si është statusi yt sentimental? Single apo në një marrëdhënie? Jam single. Jam në punim të albumit, edhe jam tepër i zonën, edhe unë mendoj që me qenë lidhje, Do du të të që me pas përkushtuar. kohë, du të me pas kohë për O ato. njërën o tjetrën. Po, jam shumë i zonën edhe jam shumë mirë, në kom qenë i kohë gjatë edhe i martum, edhe i fejum, edhe brend, më dhënë ndoshta Gjitha. që Ndodh për po një gjitha. kohë shkurtër. Kam nevojë Shijon me pak, shi- e shijon pak me shiu vetë për mirë. stepërmi. Pas të tepërmi, ë? Po Besoj kujdeste po, kur e po. shijon si shumë, zakonisht ka raste përfundon dhe vetëm. Dhe me një album. Ja, mare. Me përfundu vetëm se besoj, po puna është gjithmonë e para. Robert, ekzistojnë disa teori që thuhet njeriu dashuron një herë në jetë, disa thon 2 herë, disa thon më shumë se 2 herë. Ti sa herë ke dashuruar në jetën tënde? Ma shumë se një herë. Më shumë se një herë. 100% ma shumë se një herë. Pra ekzistojnë dashuri të edhe ndryshme, po thua. Po. Në mosha të ndryshme, faza të ndryshme të jetës. Sidomos këtë mosh. Unë mendoj që, do shta s'janë gjithë njëjtë, unë mendoj që edhe femrat edhe moshkujt gjejnë diçka të secili, diçka tjetër, që i mungon atij tjetrit. Do shta nuk është e mirë kjo, por Se një person ndoshta si ka të gjitha. nuk i ka të gjitha. Po. Edhe kur bën shumë kilometra, kur shëtit shumë, kur njofton lloj-lloj nacionalitetesh. Ke kaluar dhe ndërkombëtarisht. Ka kaluar fama për te kufrimve. Edhe pastaj vjen një moment që nuk din edhe çka don. Kështu që ja kum lënë vetit pak edhe që mos ta marr në qafë dikon. Po. Si është si është një vajzë perfekte për ty? Një që do biesh kështu kokë këmbë edhe një herë ose Për bukurisë po flasim, bukuria është e mrenshme, jo e jashtme. Dhoni një vajzë e mençur, sens të humorit, një shpirt mirë, e pastërt. Tani Robert, një djalë me Po. fizikun tënd, nuk mund Pikërisht, tani lërë nuk e sheh fizikun. Do lidhesh të me një vajzë pak të mbushur. gjokse, vithe, bele. Por zotin kum taku goca që kanë thonë,
Eksin e kom pas me fizik shumë më të fortë se ti, po ka qenë debil komplet. Edhe është e fundit që Robert, ja kurioze jam të di pse si reatu akoma more djalë. Shumë mirë këtu. Kur do more djalë? Pse? Çfarë ka ndodhur? Pse po mendon ti që nuk jam rehatune, që kjo është rehatia ime. Po, Unë po them jo të rehatosh, ti je rehat, ta ndash. Mondje një herë për gjithmonë. Kjo mu mond gjallë, domethënë. I kam 2 goca. Të shëndosha. Kam raportin shumë të mirë me nanat e gocave. Gocat shëndoshe mirë në për shkolla private, me gjithat mirat, domethënë, kjo është rehatia numër 1. Edhe pse i kam gjitha në vi që thojnë, edhe raportet e mira, edhe mu më takon me u rahatu tash. Po. Por nuk Nuk do, në fund të ditës se është i lirë. E qepa. E qepja, ja. Sa kom mendu që jem okej dhe jem regull dhe jem pauzë, du me po pauzë, që tash ti ke fillu me më pëlqy. Do me thonë, Mos! Po kam deja vu në Shpëtuan me Redikin Kosovë, lërë, shpëtuan. Të kalojmë pak në karierën dhe në televizion. Ti ke marrë pjesë dhe në reality Kari qka? show. Karierë, karierë, po. Është gjithmonë kjo fjallë. Karierë. Tani, ti ke marrë pjesë në Ferma VIP. Mirë po, një reality show tjetër shumë i njohur është dhe Big Brother. Si në Shqipëri dhe në Kosovë, tani, ty do të ketë ardhur ftesa, themi ne. Si është e vërtetat, ka ardhur ftesa për Big apo jo? Qysh numrin e parë. Që të njishi. Nga Arbana, që të njishi. Edhe e kam pas emisionin tim, edhe goca ka qenë pak ma e vogël, jam i lidhur shumë me Renen. Edhe emisioni im, i kishim punë shumë mirë edhe sa fillova, edhe ta la punën time, e të shkoj dikun që nuk dihet a fitoj edhe si do shkoj edhe ishte numri 1. Do më thonë, e kom refuzu, edhe ndyshin, pastaj mo e kanë kuptu që nuk futem në Big Brother, edhe pse po futën plot tjerë që janë të famshëm, dhe mos nishën e ndyshin kanë qenë shumë famshëm, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe pja jep një boost, pja jep një të shtyme, PR. a më kupton, që gjithë kujti duhet ajo, mos të jemi në jonës s'kam nevoj, gjithmonë ka nevoj. Personazhet e Bigut sapo dalin janë më të komentuar, siç janë dhe këtë edicionit fundit. Po dite me majtë se she, ku ngelen ata. Aty varet, spormenën. Ferma ka qenë ashtu që isha në pauzë, unë e kam pauzë në emisionin tim ka 2-3 muaj në vjet, edhe i kisha mundësit me gjeru pak ma herët ca puntata. Natyrë me kafsh ishte totalisht ndryshe nga Big Brother. Ato gjyrat e Big Brother, ato jo 3 muaj, 100 dita sa rjet aty, po ato 3 dit ti shkatrosh, pëse që kështë aty. Ma të ndryqim, me, qka është ajo, dalja aty, najre ke, aty najre ke. Si për Aerosa. Ka presion më të madh, po thua si format, krahasuar me presion Fermën. shumë Sa më të thonë madh, që po. Big Brother është spital psikiatrik dhe Ferma është rehabilitimi? Njerëz të futën edhe në burg. Rrinë me vjetë tonë, ashtu që kush o burr, futët e provon në kanet edhe gocët edhe kanet edhe kanë dollë super, as kilograma as kur gjo. Robert, ndjes nëse të S'ka problem. Doja të të pyesja, dalja jote nga Ferma u shoqërua me shumë komentim, sepse okay, ti e the ishte malli për vajzën, për Enen patjetër, por nga ana tjetër ndodhi edhe posteri që Gjensila Myrtezaj postoi, që u bë një gurgule e madhe, një zhurmë shumë e madhe. Dhe unë nuk doja të rikthem fare asaj histori, thjesht doja të të pyes, me Gjensilën a ke pasur mundësi të komunikosh pas asaj kohe ose Jo, me Gjensilën kum pas një muhabet mirë dhe se ka qenë e martume, se Besin e kam mik shumë të mirë. Sa dola edhe ishte shumë keq për produksionin, për televizionin ishte shumë e keq ajo. Është fakt që unë e kum anulu atë mramje. Ajo s'ka pas kontakt edhe nuk po i postoj ka, po i postoj ka Menaxheri. Okej. Ndoshta nuk e kanë updateu posterin dhe kanë lënë që janë dhe poster. Këta janë bookinga. Menaxhera nuk janë, këta janë bookinga, po. Ta që s'po, ato. Menaxher është fjallë e madhe. Ai quni, ai lëkumi, e ka postu, edhe Gjensila nuk ka ditë fare, se ai e menaxhon ato postimet, se normal artistat nuk kanë kohë shumë o marrë me ato punë, edhe më ka shumë keq, edhe unë e komendu, mos ka qenë diçka që Besi ishte aty agaj,
Jo, Që ishte Agai po ishte kryefermer, fermeri. kryefermer, Në atë pjesë, kohë, po. nuk e di pse e mora ashtu, ndoshta jam edhe gabim, po mu më erdhi keq se unë dola nga aty. E vendosa me dalë dhe u pa ajo aktori Hollywoodit i shkolluar me qenë se s'kisha mujt me aktruat pjesë kur janë dëgjova zonin gocës pas 17 dite. Ishte shumë e vështirë. Po. Nuk ekzistove dot edhe Pak dot. pas plot aty që kanë qenë prind. S'mund të them që vetëm unë e qenë këna i lidhën, Po, përjetësia të marr është parasysh ndryshe, jam edhe po. i dam, nuk jetoj me gocën. Kur ma boni tha s'ke ardh me në shkollë amerikane që është ajo, i kanë atë father and daughter dance. Po. Nuk E e ti ardh nove aty, ishe, do me thonë, Ti Ju ka preket aty, aty, Tomiko, aty po. vendose. Kur dola aty, po jo koncerti e anuluar. E kuptoj. Pastaj për natë edhe shkova në atë koncert. Ti marrë ato lekë. Robert, tani do kalojmë tek loja e parë në What of a Show, sepse këtu ne zhvillojmë lojra, nuk kemi si intervistat e tjera klasike. Aty ke një buzzer, një buton të kuq, të cilin duhet ta shtypësh dhe të përgjigjesh pyetjeve të mia të shpejta. Me 3 sekondat e para, gjëja e parë që të vjen në mendje, okay? Pra, e Do më thonë, e shtyp edhe Edhe përgjigje. përgjigje. Po gjë e parë që të vjen në mendje, jo të mendosh s'ka. A, po. E Do më kupton? thonë, sa sekonda 3. 3. Tre Ka të sekonda. bëj, ka të bëj me emisionin tënd, me late night show-in tënd dhe do thuash emra për personazhet që ke pas ftuar. Nisi me të parin. VIP-i më flirtues? Kjo kjo që ishte Bia me... Khalifa. Khalifa. Okej. Po, Bia Khalifa. VIP-i më i rëndësishëm që ke pas në program? Sinan Vllazaliu dhe Nura Istrefi. VIP-i që ke marr kur ta kanë anulluar të tjerë. Last minute VIP. Vipi Po, pas, ta ka anulluar dikush? nuk më ka ndodhur. Për Të ka zotin jo, ndodhur? nuk më ka ndodhur. Okej, po të besoj. VIP-i që ka kërkuar pagesë për intervistë. Jo, s'ka pas. Ka pas dhe ne. Ka pas të emër. Me shifra qesharake, thjesht donin. Jo, me pas unë e bëj publike me njerë. Okej. VIP-i që ka ardhur me vonesë në xhirime. Nura Istrefi. Nora, me vonesë Nora. Po, edhe ndarësëm është vënu Edhe një orë po, gjysë. like, e thënë, po. Po ja ke fal. Pak të ndasëm. Se s'ke ku do. Po s'kishte zgjidhje tjetër. Që na ajo bukurim me arka. VIP-i që e penduar që e ke ftuar. Nuk kam. S'ke? Ka Jo. shuar çdo gjë mirë. Dhe e fundit VIP-i që ka pasur kërkesa të çuditshme. Flaka Kërlani, Çfarë Që ka kisha kërkuar bërë, po- Flaka? do me thonë më shumë kongë se intervist, se unë kam nevojë me këndu, intervistas që një kohë gjatë s'kum bo. E kam pak sikletsh me artistët, me sa kam përvore të bëjnë intervista. Këngëtarët. Ajo është më lajmëru vetë kër është këthy nga Amerika, edhe s'ka qenë në asnjë emision, edhe i pëlqen bendi im që kemi një bend shumë të mirë, edhe i kam pëlqy kongët, edhe ajo ka dalë ndash nga muzika zbavitse, jazz, rock, whatever, ka dalë popullore, se aty është leku. Është leku, është edhe bureku. Kështu që Ti çfarë mendon për artistët Ka pas që më shumë që me së këndu. fundmi janë kthyer drejt, siç e the ti, zhanrit Plot, të plot, popullor, tallava ose Folk. dasma. Mendon që ja vlen vetëm për lek apo duhet jetë artisti që ta orientoj publikun dhe tregun me projekte është muzikore? shumë vështirë për ata që nuk e kanë fillit, nuk e flisin, ndjejnë, nuk e ndjejnë muzikën popullore, edhe që e kanë shojt kështu, kanë E kanë shojt dhe e kanë bërë më pas, kritiku edhe pastaj e bojnë është shumë problem se publiku e mon men. Po. Edhe po se patë në zemër, nuk ka shansa me dalë në folk, në popullore. Me bërë mirë. Po, është Që se bën mirë tamam. Kush janë dhe disa si nga kur. artistët që kanë thënë që s'do e bëjnë dhe e kanë E, bërë. që s'do e bëjnë, që e bëjnë, nuk e di kush janë, po ka plot për të ne në Kosovë, është Yll Kakuqi, do me thonë, Kaknu Zbavice, edhe Niko Gjatë edhe në mundu kështu, Eduna Lalloshi, gjitha këto kanë qenë treja dhe kanë mendu që me Zbavice ja dalin. Dhe janë kthyer të gjitha në dasma tani, po. Janë darsma se kanë jetë gjatë ma shumë, do me thonë darsma të s'nalin as njerë. E vërtet. Okay. Sidomos dasma tuaja në Kosovë që i bëni kështu madhështore. Po. Hidhet lek i madh. Ka Okej. që një nga pagesat më të larta që mund të kesh marrë në dasëm, Robert. Se thuhet që hidhen shumë lek, sidomos në Kosovë. Si e bëhet pazari, jepet leku në fillim Jepet apo çfarë kapara, hidhet? si A kupton, procedurë. është shumica e dasmorëve, ata tentojnë që ta japin një kapar se dojnë me një vetën sigurt. A, që Se s'do ka pas anullosh për me aty me në fund. kaktarve që ja kanë anulluar shumë keq ajo, se do mos ndosma. Jo profesionale. Kështu që po, mirën në fund, është me rëndësi me o kry mirë deri në fund pas një problem me dhënë krejt prej vetës, se njeriu disa herë martohet.
E të bëjnë njerë më thot. Shiko, ju keni dhe një gjë. Sidomos Blero. E treta e vërteta. Shumë e vërtet. Po mirë se Bleros mund t'i ketë rënë dhe mirë, se unë di që lekët që hidhen nga dasmorët, i merr bendi, kështu që fiton një çik, nuk është se shpenzon shumë, E kupton? vërtet në varet në disa vise. Për shembull në Maqedoni, në Kërçov, Struga, këto vende që kanë gjitha lekët që i hidhen nusës aty në valle, domethënë shkojnë bendit. Disa troje tjera Po varet si e bëjnë varet si e bëjnë. Dasmave do t'i futesh unë- Robert dhe ti? Unë dasma shkoj si musafir special, po. Në sensin, do me thënë, ta kthesh totalisht karrierën tënde artistike me fokus në dasma. Unë vetëm për dasma është konkurrencë shumë e madhe. Unë jam mirë shumë me këto mbrëmjet që i bëjnë nëpër Europë, bars. në Po, përbërë. lokale. Edhe po nëpër Prishtinë, Prishtina prej tonës dhe dielën ka natë për natë muzikë. Po thuhet që jeta e natës andesh më mirë se në Tiranë. Unë kur vin Tiranë shkrihem, unë e du Tiranën. A, e do. Prej Tiranën kur shkojmë Prishtinë, e dojmë Prishtinën. Po pak a shumë mirësi, njësoja, përshtatje. një frym na bashkon. Kështu që muj me thonë me tip për bakshish që kemi marrë ma shumë se pagesat. Sa ka qenë bakshishi më i madh? Po në Amerikë mirët shumë, do me thonë kemi qenë 3-4 po i kemi marrë $20,000. Bakshish ekstra $20,000 pagesës? bakshish, Wow. edhe janë krejt single. Shumica janë single, 7% janë single, do me thonë kemi ngell deri në 12 ditës tu i numru. Ata muzikantët i marrin me vetë ato. U lodhët, duke numëruar u lodhët. Kështu hallesh paçi Janë ato lek lakta, të lagura me qime, ato që kanë... me cigare. Leku lekësh në Lekësh e funditës. gjithsesi, lekësh. Mundet me pas edhe diçka tjetër në atë lekun, Qa mund të ketë pas? Ha? po 20 që për shembull, se me nishën nuk është mirë me marrë. Mirë, tani jemi gati për të kaluar tek loja tjetër. Unë do të jap A filloj me xherime vëlla? A kemi filluar? Jo, ne tani mbarojmë, po nëse do e bëjmë dhe sezonin tjetër. Gjithë unë do t'jap disa çifte personazhesh të famshme dhe ti do zgjedhësh në mes tyre, qoftë për çdo lloj arsye, të pëlqen, çdo lloj arsye që ti e mendon të arsyeshme, okay? Atëherë, Genta Ismaili apo Tuna? Kë do zgjidhe mes dy vajzave? Gentën e njoh edhe ma kohë gjatë, edhe familjarisht, i kam takuar në Chicago kur kemi ik në 99-ën si refugjat, ata kanë qenë aty, është e lindme në Chicago, edhe na kanë ndihmuar shumë, edhe e njoh ma shumë Gentën për zgjat. Gentën, pse jo? Bleona Qereti apo Adelina Ismaili? Të dyja ti njoh, po Adelinën e kum pas edhe shike, edhe në shkollë. Normal që Adelina Ismaili. Okej. Luana Vjollca apo Megi Pojani? Luana Vjollca. Dhe dysha tjetër, Grida Duma apo Belinda Balluku? Me keqardhje që të dyjat nuk po i njoh. Grida Duma është ish politikane, bën dhe një emision në Top Me Channel. politik lidhjes me merre. po. Si unë, as A nuk duket merresh. bukur? Po, Duket shumë shumë bukur. bukur. Grida, Është nga firma më të bukur a që është e kemi. martume? Jo. Jo, A ke numër telefonit të Grida Duma ja ku Oj, jemi. Grida. Dhe dysha e fundit, Tajna apo Melinda? Tajna. Tajna. Pse? Tajnën, nësë po flasim, edhe nëse flasim kështu profesionalisht edhe për talent, e kisha zgjedh Tajnën, por edhe kam miqësi ma shumë Ke miqësi më shumë. me Tajnën. Po me këtë bifin, le të themi, që ekziston mes Tajnës dhe Dafinës, ku qëndron, kush mendon që do të prevalon njëra? Po kupton, nuk është vetëm Tajna edhe Dafina. Dafina, që thuni ju, është nona, na thojmë është baba. Dafina, do me thonë, do të me kuptu. Edhe si me vjetë karierës, edhe me gjitha ato që i ka, do të me kuptu. Zbën fort kur ta jep mundësin me bot të një duet. Ajo ka pranu me të dyjat me bo, am duke ta me vetëm me njanën. Po. Me se cilin që ka bo, diçka ja kanë kthy shpinën. Unë mendoj që ashtu që nuk është në Mendon rregull. që është mos mirënjohje? Është mos mirënjohje është ajo. Çka ka ndodhur aty thellë, ne nuk e dim, po unë s'kam problem me asnjë njeri në stradë si në Shqipëri, si në Kosovë.